Çifti diplomatik norvegjez merret në hetim, fëmijët e tyre trashëguan $10 milion nga Jeffrey Epstein. 2 diplomat të profilit të lartë po hetohen nga autoritetet norvegjeze për lidhjet e tyre me pedofilin e dënuar Jeffrey Epstein. Diplomati i parë po hetohet nga Agjencia Norvegjeze kundër krimit financiar. Ajo është Mona Lul, e cila do dorëheqen nga posti i saj si ambasadore në Jordani dhe Irak të dielën. Jul, e cila pranoi se kishte gjykim të keq në lidhje me njohjen e saj me Epstein, po hetohet për korrupsion serioz gjatë punës në Ministrinë e Jashtme. I dyti është bashkëshorti i saj, Terry Rod Larsen, një ish diplomat dhe ish president i Institutit të Ndërkombëtar të Paqes, IPI, i cili po hetohet gjithashtu për bashkëpunim dhe korrupsion. Ne kemi nisur një hetim për të sqaruar nëse janë kryer vepra penale. Ne përballemi me një hetim gjithëpërfshirës dhe me shumë gjasa fatgjat, ndër të tjera agjencia do të hetojë nëse Jul ka përfitime në lidhje me pozicionin e saj, tha Paul Launketh, kreu i Økokrim. Avokatët e Jul dhe Red Larsen thanë se klientët e tyre po bashkëpunojnë me autoritetet dhe janë të bindur se akuzat do të vërtetohen të pabaza. Princesha Mette-Marit dhe ish kryeministri norvegjez shfaqen në dokumentat e dosjes Epstein, çifti i cili ishte pjesë e një grupi diplomatësh të përfshirë në marrëveshjet e Oslos vitit 1993-1995. Janë midis zyrtarëve norvegjez që kanë bërë buj për lidhjet e tyre me Epstein, të cilat u zbuluan nga Departamenti i Drejtësisë i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, publikoi miliona dokumenta. Zbulimet ronditën vendin skandinav kryesisht për shkak të marrëdhënies së pedofilit me princeshën Mette-Marit, por edhe për shkak të lidhjeve të tij me figura të tjera të shquara në Norvegji. Mette-Marit u referua marrëdhënies së saj me Epstein duke thënë: "Unë tregova gjykim të dobët dhe më vjen shumë keq që kam pasur kontakt me Epstein, është thjesht e turpshme." Økokrim, autoriteti kombëtar për hetimin për ndjekjen penale të krimeve ekonomike dhe mjedisore, ka nisur tashmë një hetim ndaj Thorbjørn Jagland, ish kryeministër i Norvegjisë, ish kryetar i Komitetit Norvegjez të Nobelit dhe ish sekretar i përgjithshëm i Këshillit të Evropës. Duhet theksuar se shfaqja e këtyre individëve në dosjet e Epstein nuk nënkupton sjellje të palishme ose të papërshtatshme. Fëmijët e tyre trashëguan $10 milion nga Epstein. Të dhënat publikuara nga Departamenti i Drejtësisë i Shteteve të Bashkuara të Amerikës duket se tregojnë se 2 fëmijë e Jul dhe Rod Larsen trashëguan $10 milion nga Epstein dhe se Rod Larsen u emërua ekzekutori i testamentit të Epstein në vitin 2017, një vendim që u anullua më vonë. Të dhënat tregojnë se çifti vizitoi ishullin privat Epstein me fëmijët e tyre në vitin 2011 dhe Rod Larsen më vonë falenderoi pedofilin për udhëtimin duke përshkruar ishullin si absolutisht unik. Të gjithëve na pëlqeu shumë, shkroi Rod Larsen në një email përpara se të shtonte Mona të dërgon një puthje. Duke njoftuar dorëheqjen e Jul, ministri i jashtëm i Norvegjisë, Espen Barth Eide, tha se marrëdhënia e saj me Epstein zbuloi një mungesë serioze gjykimi, duke shtuar se situata e bën të vështirë rivendosjen e besimit që kërkon roli i saj. Avokati Jul, Thomas Skeldberg, tha se akuzat ndaj klientes së tij ishin serioze, por shtoi ai, Jul në të njëjtën kohë e sheh si pozitive që akuzat tani do t'i nështrojnë një hetimi të plot me qëllim sqarimin e rrethanave reale. Klientja ime nuk i pranon akuzat kundër saj, tha avokati. Nga ana tjetër, avokati Rod Larsen, John Christian Elden, tha se akuza kundër klientit të tij për bashkëpunimin të dyshuar në korrupsion midis viteve 2011-2018 përqendrohet në një transferim apartamenti në vitin 2018 dhe një udhëtim të mundshëm në vitin 2011. Ai mbështetet plotësisht në dispozicionet e tuesve dhe po bashkëpunon në masën më të plotë të mundshme në këtë fazë. Rod Larsen është i bindur se pasi të gjitha faktet janë shqyrtuar plotësisht, hetimi do të sqarojë se nuk ka bazë për përgjegjësinë penale dhe çështja do të pushohet, shtoi ai. Rod Larsen ka kërkuar falje disa herë për marrëdhënien e tij me Epstein dhe në vitin 2020 dha dorëheqjen si drejtor ekzekutiv i IPI-s.